Mirëmëngjes nga Arena e Demave. Sot luhet java 23 e kampionatit të 17 vjeçarëve ku Partizani, i drejtuar nga Aldo Duro, pret Apollonin në përballje të rëndësishme për kryen e renditjes. Ai mes Partizanit dhe Bylis, një rivalitet i zjarrt që ka startuar prej më shumë se 4 sezonesh. Kemi lojtarë që vinë nga grup mosha 16 vjeçarëve, një nga ato është Mamutaj, por gjithashtu edhe Gazheli. Pasime i rrezikshëm është Gazheli, fatmirësisht kjo spërkate saktë vendimtare e Osman Myrtës, por do të tregojmë të kujdesshëm. Kuqo Sulo tashmë rrezikshëm, ka një flamur të ngritur, nuk vlen, por gjithsesi ndërhyn në Çuko. Kërkot Koço. Rrezikshëm, jemi fat në këto momente. Hoxha. Lëviz bukur, krosimi drejt zonës. Shikoni mundësia, ndërhyn në saktë mbrojtja tashmë Mali që provon në këtë mënyrë. Hyka, rrotullohet e godet të parë, topi i ngjitur. E pa besueshëm ngjitur me shtyllën e majtë. Të besoj tek titulli kampion ndaj dhe Partizani është detyruar. Shikojmë një top i bukur, Sallaku, Leshaj, mundësia dhe topi e pa besueshëm, shtylla ndal golin. Zekaj tashmë, le të shikojmë çfarë sjell Zekaj. I top drejt hykës, por është devijuar në momentin e fundit. Goditje këndi për Partizanin. Provon të qendrën, gjithmonë hyka, kalon mirë tek Sallaku, kërkon hapësira, godet me forcë Sallaku, ndryn Koçi. Saktë. Shikoni, gabojmë në një zonë të cetë, godet të Çuka, regon mjaft mirë. Çfarë pritje? Çfarë ndërhyrje spektakolare e portierit Çuka. Por duhet të vazhdojmë të ngrihem më lart pasi skuadra e Apollonis po tregon vërtet shumë agresivitet në këto minuta. E themi e pamëshirshme. Ajo goditje me plot potencë numër 76. Sulo tashmë është rradha Partizani për të provuar. Leshaj, goditja, top shkon në rjetë. 1-0 Partizani, Musa Leshaj. Po thuaj se në të njëjtën pozicion ku përpoi pak çastë më parë në ato momente ku shtylla e ndali, por këtë herë topi shkon në rjetë. 1-0 Musa Leshaj. Ty Mali që ndoqi deri në fund dhe besoi tek ai asist i bukur, por Nesha në momentin e fundit ndërpreu një mundësi goli, një mundësi shënimi të sigurt të krosimit tashmë. Ndërmjet Koçit dhe vërtetësia Rapi provon. Vjen dhe largimi me forcë i mbrojtjes së skuadrës së Apollonis. Çuka i detyruar të dalë. Pyrto tashmë Çepele me të parë goditja. E pa besueshme. Do të tregojmë kujdesën çfarë goditje potente, numër 7 Çepele. Krosi drejtë në portë me pas në transversë. Tjetër goditje këndi, është i tretë vendimi. Jaseni të dytë. Vyshka. Drejt qendrës. Arapi arrin, por nuk shënjestron dot kuadratin për Sallakun që hap në krahun e majtë. Vyshka. Krosi drejt Çelamit e godet me fort, shikoni dhe topi ka shkuar në rjetë. Një kërcim, një gol i bukur, ka shënuar Partizani 2-0. Diamant Çelami. 2-0. E krijon hapësirën. Orgido Leshaj ka shumë mundësi tek qendra, shikoni lëvizja e mirë. Është Zekaj, Leshaj, gjithmonë Leshaj çrot të djatën, goditja, topi shkon në rjetë. 3-0 sërish Musa Leshaj. Minuta e 90, tashmë gjithçka është mbyllur me Partizanin që siguron dhe golin e tretë dhe 3 pikët e radhës në javën e 23. Nuk ka më kohë mbyllur këtu sfida javës 23, fitore pasër skuadrës kuqe, një 2 golësh i Musa Leshaj dhe Çelami vulosën fitoren e Partizanit, fitore e cila i rikthen të kuq në vendin e parë.